Pas përfundimit të primejve të fundit me Big Brother VIP Albania, reagimi i Brikena ka qenë një nga momentet më të komentuara jashtë shtëpisë, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe ndjekësve të formatit. E eliminuar në një përballje të fortë me Rogerti, Brikena nuk e ka pritur mirë rezultatin dhe nuk ka hezituar të shprehë hapur shkënjimin e saj. Në reagimin e bërë pas mbylljes së spektaklit, ajo është shprehur me tone të forta dhe të drejtpërdrejta, duke lënë të kuptohet se ndjehet e padrejtësuar nga mënyra se si është trajtuar gjatë rrugëtimit të saj në këtë reality show. Unë isha një nga finalistet, është shprehur ajo, duke nënvizuar bindjen e saj se e meritonte një vend në finalen e madhe. Sipas Brikenës, loja e saj, qëndrueshmëria dhe mënyra se si ka përballuar situatat brenda shtëpisë e vendosnin atë në të njëjtin nivel me banorët që aktualisht janë në garë për çmimin e madh. Por ajo që ka bërë më shumë bujë është deklarata e saj se produksioni dhe opinionistët nuk më deshen. Kjo frazë ka hapur menjëherë diskutime të shumta në rrjetet sociale, ku fansat janë ndarë në dy kampe, disa e mbështesin, duke pretenduar se në raste të caktuara mund të ketë pasur ndikim nga jashtë në narrativën e lojës, ndërsa të tjerë mendojnë se rezultati është thjesht pasojë e votës së publikut. Ky reagim i fortë hedh dritë mbi një aspekt shumë të ndjeshëm të formateve si Big Brother VIP Albania, perceptimin e drejtësisë. Edhe pse zyrtarisht fati i banorëve përcaktohet nga votat e publikut, shpeshherë mënyra se si paraqiten ata në prime, komentet e opinionistëve dhe dinamika që krijohet gjatë spektaklit mund të ndikojnë në mënyrën se si publiku i sheh dhe i gjykon. Brikena, gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, ka qenë një personazh që ka ngjallur reagime të ndryshme, herë fort dhe e drejtpërdrejtë në qëndrime, herë përfshirë në debate, por gjithmonë prezente në zhvillimet kryesore të lojës. Pikërisht për këtë arsye, eliminimi i saj në këtë fazë është parë nga disa si i papritur. Deklarata e saj lë të kuptohet gjithashtu një ndjesë i izolimi brenda spektaklit, sikur nuk ka pasur mbështetjen e duhur nga faktorët që ndikojnë në rrjedhën e programit. Kjo e bën reagimin e saj jo vetëm emocional, por edhe një lloj akuze të tërthort ndaj mënyrës se si është menaxhuar rrugëtimi i saj në këtë eksperiencë. Ndërkohë, nga ana tjetër, rikthimi i Rogerti në shtëpi dhe përplasjet e tij të menjëhershme me finalistët kanë zhvendosur një pjesë të vëmendjes, por reagimi i Brikenës vazhdon të mbetet një temë me nxehtë diskutimi. Shumë ndjekës janë në pritje nëse ajo do të japë më shumë detaje apo do të sqarojë më tej deklaratat e saj në intervista apo dalje publike. Në fund, kjo situatë tregon edhe një herë se sa i fortë është ndikimi emocional i këtij formati tek banorët. Për shumë prej tyre, Big Brother VIP Albania nuk është vetëm një lojë, por një eksperiencë që i ekspozon publikisht, i vendos në gjykim të vazhdueshëm dhe shpeshherë i përball me shkënjime të mëdha. Reagimi i Brikenës është një reflektim i drejtpërdrejtë i këtij presioni dhe i pritshmërive të larta që ajo kishte për rrugëtimin e saj deri në finale.